Shqipëria nuk ka asnjë alternativë tjetër përveç anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Ky ishte mesazhi i prerë i kryeministrit Edi Rama gjatë takimit me presidenten e Bankës Europiane të Investimeve, Nadia Calviño. Sipas kreut të qeverisë, rrugëtimi drejt familjes europiane është i vetmi destinacion që garanton lirinë individuale dhe shtetin e së drejtës. Përpara se të vinim këtu, më pyete be still stubbornly looking pse forward to join the European Union. Vazhdojmë të këmbgulim, të presim me padurim të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian, sepse situata nuk është fort frymëzuese sot. Kam një përgjigje shumë të thjeshtë. There is no alternative to freedom. Sepse nuk ka alternativë përkundrejt lirisë individuale dhe shtetit të së drejtës, çka nuk kupton barazisë përpara ligjit. Kjo deklaratë u bë gjatë ceremonisë së nënshkrimit të një marrëveshjeje të re financimi, e cila synon të mbështesë bizneset e vogla dhe të mesme në vend, me fokus të veçantë inovacionin. Rama theksoi se bashkëpunimi me Bankën Europiane të Investimeve është një shtyllë e rëndësishme për fuqizimin e sipërmarrjes së lirë në Shqipëri. Gjatë fjalës së tij, kryeministri zbuloi edhe një pjesë të bisedës me zonjën Calviño, duke u shprehur se Shqipëria kur nuk ka pasur një plan B përveç integrimit.